Përshëndetje, miqtemi në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodhë për një javë me personin që të pëlqen? Pra, çfarë ndryshime, çfarë diçka e bukur do të ndodhë për një javë brenda një jave me personin që ti pëlqen, ke një pëlqim. Pra çfarë do të ndodhin, çfarë gjëra të bukura do të ndodhin me këtë person që ti pëlqen. Ky person është pak i vetmuar, i mërzitur, por të sjell këtë klub të mbushur me bollëk. Është një person shumë pozitiv, një person që do të ndihmojë, një person intelekt, që se ty sjell paqe, që të dy jeni shumë falënderues universit për këtë shtëpi paqësore që ka sjellë në jetën e tij. Është një person shumë human, dhe nga ana shpirtërore, dhe nga ana materiale. Do të sjellë këtë lajm brenda një jave, ky person do të sjellë këtë lajm. Të lajm të bukur dashurie, kur do t'ju shpreh emocionet, pasionin apo energji të bukur të dashurisë që keni të dy për njëri tjetrin. Sepse tek ty ky person shikon perëndeshën e bukurisë. Pra, kjo është diçka e bukur që do të ndodhë në jetën tuaj të shpejti brenda një jave. Juve do të ndodhë kjo diçka e bukur dashurie. Pra, personi do vi drejt jush, kundërshtar, për t'ju shprehur këtë dashuri të fortë, të pasion që ka për ju. Është e sigurt kjo që do të ndodhi brenda një jave, por ti duhet të kesh pak durim. Sepse çdo gjë është e sigurt, por duhet të kesh pak durim. Që gjërat të vinë ashtu si duhet në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo histori e bukur, dashuria, me peshqin, me peshoren, gaforen, me akrepin, me denin, me luanin, me shigjetarin, pomarin dhe ujorin. Kurse me gërmat mund të rezonoj me N, J, F, Q, Y, U, T, K, Z, S, Q, R, M, V, S, F, D, A, G, E, G, H dhe gëmët Z. Faleminderit shumë, miqtemi.